SBA-ja deklaroi se pret që të gjitha palët në terren në Gaza të respektojnë ligjin ndërkombëtar humanitar, edhe pse nuk konfirmoi nëse është duke kryer një verifikim të saj lidhur me vrasjen e 15 mjekëve, punonjëse të mbrojtjes civile dhe një zyrtar të OKB-s nga ushtria e shtetit hebre. Trupat e tyre të pajetë u gjendën në një varr masiv të mbuluar me rër. Agjencia humanitare e OKB-s deklaroi se 5 ambulanca, një makinë zjarfikse dhe një automjet i OKB-s u goditën në 23 mars dhe se 15 trupa, përfshirë ndihmës mjek që ende kishin uniformat në trup, ishin mbledhur dhe varrosur së bashku. Lidhja ndërkombëtare humanitare ndalon shënjestrimin e civileve në rast të konflikti e mbi të gjitha bën thirrje për mbrojtje të veçantë për personelin mjekësor. SBA-ja, furnizuesi më i madh i armëve të Izraelit, është gjithashtu e detyruar nga ligjet e veta që t'u ndalojë përdorimin e armëve të saj ushtrive të huaja të cilat shkelin ligjin humanitar. Jonathan Whitehall, kreu i agjencisë humanitare të OKB-s në Gaza, tha se varri masiv ishte shënjuar me një dritë emergjence nga një prej ambulancave të goditura në sulm. Është një tmerr absolut ajo që ka ndodhur këtu, thaj në platformën X, duke shtuar se punojësit e kujdesit shëndetësor nuk duhet të jenë kurrë një objektiv. Izraeli rinisi fushatën e tij ajrore dhe toksore në Gaza më 18 mars, pasi ngjesje të negociatave mbi një marrëveshje më të gjerë pushimi me Hamasin, dhe që prej atëherë ka përshkallëzuar jo vetëm aksionet e tij në terren, por edhe thirrjet për zbrazjen e enklavës.